Një rast i rënd i dhunës psikologjike ndaj një të miture është raportuar në Tetov, duke ngritur shqetësime për përhapjen e rasteve të kontrollit dhe izolimit në marrëdhëniet e të rinjve. Sipas informacioneve nga sektori i punëve të brendshme Tetov, një grua 38 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se vajza e saj 16 vjeçare për një kohë të gjatë ishte keq trajtuar psikikisht nga i dashuri i saj nga Gostivari. Në kallëzimin e bërë me datë 28 tetor 2025 në orën 12, gruaja ka sqaruar se i riu ushtronte presion të vazhdueshëm mbi vajzën, duke ndjekur atë, duke izoluar dhe e penguar të kishte kontakt me njerëz të tjerë. Sipas denoncimit, ai nuk e lejonte të komunikonte me askënd dhe as të dilte nga shtëpia, duke imponuar ndalimin e çdo kontakti me meshkuj. Si pasojë e këtij presioni psikologjik, e mitura ka shfaqur probleme serioze shëndetësore që e kanë detyruar familjen të kërkojë ndihmën e policisë. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov bëjnë të ditur se janë ndërmarrë masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, ndërsa hetimet po vijojnë për të përcaktuar përgjegjësinë ligjore të personit të përfshirë në këtë akt dhune psikologjike ndaj një të miture. Institucionet kompetente njoftojnë se raste të tilla janë në rritje, sidomos në marrëdhëniet e hershme adoleshente, ku shpesh mungon vetëdia për kufijtë e një lidhjeje. Kontrolli, izolimi dhe ndalimi i komunikimit me të tjerët janë forma të qarta të dhunës emocionale që mund të kenë pasoja afatgjata në shëndetin mendor të viktimave. Denoncimi i nënës është një hap i rëndësishëm që duhet të shërbejë të gjithë prindërve që mund të konstatojnë shenja izolimi tek fëmijët e vet, dhe se dhuna, sado e padukshme, duhet të raportohet menjëherë.